Mirë mbrëma, mirë se erdhët. Përshëndetje të gjithëve, mirë se erdhët. E dashur për të gjitha shenjat, ndikimet që do të kemi për të gjitha shenjat, I keni te postimet e mia ose tek videot që kam bërë te kanali im YouTube-it. Mund të gjeni aty, janë parashikimet javore, mujore, I keni të gjitha. 2026 është pak a shumë të gjithë kemi fat në një aspekt të ndryshëm të jetës. Është gjë e mirë, lajm I mirë ky. Shenjat që domosdoshmërisht do të rriten shumë gjatë vitit 2026 është shenja e dashit, ka një ndikim vërtet shumë të madh, fuqizues. Ndërkohë që të gjitha shenjat e ajrit dhe ato të zjarrit kanë ndikime pozitive gjatë këtij viti. Pjesa e parë është disi me hope për këto shenjë që sapo përmenda, sepse do të duhet që të krijojnë të balancën në jetën e tyre personale dhe në lidhje me, për shembull, karrierën. Mund të kemi dalë në sipërfaqe si rreth të probleme në këto tematika, por në momentin që gjejmë atë hapin e dur, futemi në braz, domethënë, e kemi shumë të thjeshtë. Gaforet ku I kam, edhe gaforet janë mirë. Gaforet pak a shumë kanë ndikimin siç e kishin vitin 2025, domethënë kanë shumë fat, po në të njëjtën kohë dhe lodhen shumë. Pjesën e parë të vitit. Pjesën e dytë është komplet ndryshe, pastaj kemi fokusim shumë më të madh tek stabiliteti ekonomik, është shumë pozitiv për këtë arsye. Ishte katastrofë, po është e vërtet. Katastrofë s'mund të them, domethënë unë si vetë si gafore nuk mund të them që ishte katastrofë, por mund të them që shumë e lodhshme, ishte shumë I lodhshëm viti 2025 për mua. Çdo muaj ose çdo javë pothuajse kishte një peripeci më vete. Dashi është super. Akrepi dhe Shëgjetari do t'jenë mirë, për të dia do t'jenë mirë, do I marr pak me radhë faktikisht, po I them thjesht të përgjithshme. Akrepi do t'jetë mirë sepse në jetën e shenjës Akrepi në këto momente ka ngelur shumë pak gjëra, sidomos ata që I kanë ascendentin tek shenja Akrepit mund ta ndjejnë pak më tepër këtë. Kanë hequr nga jeta e tyre gjitha gjërat ato që kanë qenë toksike, dhe si rrjedhoj tashmë mund të marrin jetën e tyre gjëra të reja. Për shenjën e Demit, kam dëgjuar shpesh që është një nga shenjat më të favorizuara të vitit nga astrologët e tjerë, domethënë ka stabilitet ekonomik. Vitin 2026 për Dem, domethënë stabilitet ekonomik, por në aspektet e tjera të jetës do të jetë pak I sfiduar sepse do të thonë ndryshime shumë të mëdha tek shenja e Demit ky vit. Si rrjedhoj, në qoftë se jemi të hapur ndaj ndryshimeve, e kemi shumë të thjeshtë dhe do të përfitojmë shumë nga viti 2026. Por në qoftë se jemi në atë energjinë tonë, ngulim këmbë në atë që dim, e kemi pak të vështirë vitin 2026 për shenjën e Demit, do kemi mundësi varet komplet nga ju. Po e them në këtë mënyrë. Peshit. Okej, për shenjën e peshëve dua të them pak shkurtimisht sepse kudo që më kam pyetur, kudo që kam shkuar, duke qenë se shenja e fundit ka ngelur pak kohë në fund. Shenja e peshëve është shenja që në qoftë se përdor vitin 2026 mund të ketë rritje vërtet shumë të madhe, por në qoftë se vazhdon që të bjerë pre e plagështisë, e dramave, po ashtu dhe në qoftë, pak a shumë mund t'i prishi punë vetes së saj, domethënë së vetes së tij. Si rrjedhoj, shenjës së peshëve do të këshilloja që në këtë vit, duke filluar që sot, domethënë, të fokusohen më tepër tek vetja e tyre, çfarë vlerash kanë vërtet, dhe të heqin dorë nga dramat, më tha kështu ma bëri kështu, jo po ishte kështu, po ishte ashtu. Kjo është gjë që duhet të heqni komplet nga jeta juaj. Viti 2024, 2025 këtu mundohet që të mësonte. Nëse nuk e keni marrë mësimin ende, viti 2026 do të bëhet I vështirë, po e them shumë sinqerisht, por nëse e merrni këtë si mësim, që është mësimi vetëm që ju duhet, është vit fantastik për shenjën e peshëve. Rritje ekonomike, rritje në karrierë, zhvillime shumë të mëdha brenda familjes, mund të thotë që edhe mund të martoheni gjatë këtij viti. Sidomos me kalimin dhe të Uranit tek shenja e binjakëve do të ndjetë edhe më tepër kjo. Dhe kemi një riperceptim komplet të mënyrës se si duhet të jetojmë. Shenja e peshëve dhe shenja e binjakëve në të vërtet janë shenja vëlla, po e them në këtë mënyrë, jo vëlla tamam, po ne pak rëndësika. Janë shenja që kuptojnë shumë mirë me njëra tjetrën sepse kanë dualitetin brenda. Në momentin që përqafoni dhe anën tuaj pozitive dhe anën tuaj negative, pra anën e errët dhe anën e dritës, e keni shumë të thjeshtë, domethënë. Ana e errët për ju është që bijeni pre e dramave që krijoni vetë. Prandaj shenjës së peshëve përsëris ju lutem fokusoni tek gjërat që kanë rëndësi, mos u merrni me ambientin që ju rrethon, fokusoni tek vetja juaj.
Binjakët e kanë shumë pozitivit në 2026. Më është një nga shenjat që nuk është se I duhet shumë gjërë, shumë punë për të bërë, sepse punën e kam bërë deri tani. Shenja e binjakëve është fantastike, domethënë. Vitin 2026 është një nga shenjat që stabilitet ekonomik ka, krijon para, domethënë, I burojnë pak a shumë. Dhe kjo normal që bën që të ndjetë më e vlerësuar. Keni një rifokusim edhe ju të lidhje me karrierën, riperceptimin e kësaj, që ose nuk keni arritur që të avanconi ashtu siç duhet, për shembull, ose nuk është duhet ditur vlera. Nuk ka shumë rëndësi. Viti 2026 është komplet që këto them përmbys, domethënë. Të gjitha vlerat, tabut që kishit në lidhje me veten tuaj, me punën tuaj, do përmbysen. Po thaj se komplet do riperceptoni edhe një herë këto, sepse do futet Urani tek shenja juaj. Në momentin që Urani vjen, ne jep një frymëzim shumë të madh. Na zgjeron shumë horizontin dhe Urani ndihet mirë tek shenja e binjakëve. Prandaj edhe ka zhvillim vërtet shumë të madh në vitin 2026. Mos më haro pak ujorin, jo ujorin nuk e haroj. Ujorin po e le pak për në fund, të them vërtetën, ka ndikime pozitive. Okej, për shenjën e ujorit, një lloj siç ishte tek shenja e peshqve, që duhet ta marrë situatën vetë në dorë, për shenjën e ujorit këtë kemi deri në datën 26 prill. Në 26 prill shenja e ujorit do të ketë një ndikim shumë të fuqishëm, shumë pozitiv, pothuajse shpërthim të menjëhershëm. Por ideja është këtu që në mënyrë që ke përgjë të, po e themi si bambut, që shpërthejmë një herë dhe zjaten, është fiks. Kjo do të jetë përshkrimi për shenjën e ujorit gjatë vitit 2026, por në mënyrë që ajo sa të jetë më e lartë ose të jetë më gjatë bambuja, duhet që deri në datën 26 prill ta ushqejmë vazhdimisht. Prandaj dhe për shenjën e ujorit do të këshilloj që deri në atë datë të fokusoheni vetëm tek rritja juaj personale. Nëse duhet trajnime, nëse duhet që të investoni për diçka më tepër tek vetja juaj, pra ju duhet të blini diçka në mënyrë që ta ndjeni veten më mirë ose stabilizimin ekonomik, nëse është I varur nga dikush, të rishikoni se si mund ta bëni që të jetë I varur vetëm nga ju, ka shumë rëndësi. Ndërkohë që pas datës 26 prill, të gjitha këto domethënë do arrini që t'i korni. Është shumë fantastike. Virgjëresha nuk e thash, që keni shkruar nga të dy anët, prandaj po flas për virgjëreshën. Okej, virgjëresha. Një lloj si tek shenja e peshqve është një nga shenjat që duhet ta marrë vetë situatën dorë. Problemi që ka pasur virgjëresha, pothuajse 2 vite, jo pothuajse, por 2 vite, por sidomos viti 2025 ka qenë shumë I vështirë. Arsyeja që ka qenë është se nyja jugore e hënës, që si sfida probleme në jetën tonë, është I vendosur në këtë moment të shenja e virgjëreshës dhe shenja e virgjëreshës ka në thelbin e saj pak pesimizmin drejt të ardhmes, thelbi, domethënë një nga esencat e saj, si edhe kur përballen me sfida njëra pas tjetrës, ky lloj pesimizmi del shumë më tepër në sipërfaqe. Kjo nuk do të thënë që nuk kemi pasur humbje gjatë këtij viti, do të thënë që humbjet I kemi përjetuar edhe më të mëdha. Prandaj dhe viti 2026 është pak a shumë viti ku do të filloj gradualisht që të hyjnë në jetën tonë gjërat që janë pozitive ose gjërat që do të qëndrojnë aty. Duke qenë se humbjet tashmë I hoqëm qafe, do të fillojmë që të fokusohemi më tepër tek rritja. Ndikimi më të madh pozitiv shenja e virgjëreshës e ka në këto momente, fiks në këto momente, për sa kohë dielli jetë I vendosur tek shenja e Briçapit, sepse kemi një rregullim të dukshëm në jetën e tyre. Kemi hyrjen e elementeve të rinj që mund t'i përdorni për të ardhur materiale, për të kryer stabilitet brenda lidhjeve, nëse se keni pasur probleme për shembull në lidhje me shëndetin së tuaj si dhe ato familjar ose probleme brenda familjes, pak rëndësi ka. Në këtë moment keni aftësi shumë të madhe për të zgjidhur. Mund të ndodhin situata ngjarje të cilat do t'ju bashkojnë me njëri tjetrin, se rrethoj do ndjeni pak më të vlerësuar ose më të kuptuar. Familja për shenjën e virgjëreshës ka shumë rëndësi, sidomos familja e menjëhershme, për shembull prindrit, po ashtu edhe fëmijët kanë shumë rëndësi. Si rrethoj, në këto momente kemi aftësinë që të rregullojmë këto lloj marrëdhëniesh, prandaj viti 2026 fillon me këmbë të mbarë dhe do të vazhdojmë me këmbë të mbarë. Shenja e luanit tani. Okej, shenja e luanit ka një ndikim shumë të fuqishëm, duke filluar nga data 18 gusht e tutje. Atë çfarë thash tani në lidhje me shenjën e virgjëreshës që ka një jugore të hënës të vendosur tek ta, si do kemi sfida të shumta në jetën tonë, ato ta ketë luani pas datës 18. Një jugore e hënës neve gjithmonë na rrefit çik, domethënë na krijon probleme. Fati I madh tek shenja e luanit është se në të njëjtën kohë do të ketë edhe Jupiterin të vendosur tek ta. Jupiteri sjell fat në jetën tonë, prandaj ta ketë shumë më të thjeshtë për të tejkaluar problemet, se që kishte shenja e virgjëreshës, por gjithsesi,
Jupiteri ka aftësinë që të zmadhoj. Në këtë rast zmadhon edhe probleme, nëse janë ekzistuese. Si rrjedhoj? Puna që duhet bëj shenja luanët, deri në datën 1 korrik. Duhet të spastroj nga jeta e tij gjitha gjërat që janë problematike. Marrëdhënie problematike, nëse ka probleme punë duhet i zgjidhin, nëse ka probleme të ardhur materiale, nuk duhet të humbasim me energji tek gjëra që nuk funksionojnë, pra që është pak a shumë një vrimë e zezë, me që vetëm tërheq energji nga ta. Absolutisht duhet t'i largojmë nga jeta jonë, duhet të fokusohemi tek lidhjet të cilat na shtojnë energjinë, të cilat na bëjnë të ndjehemi mirë. E njëjta gjë është për lidhje sentimentale, njëjta gjë është për lidhje shoqërore. Nëse në këto momente jemi duke u përballur me fobi, këtë duhet ta marrim patjetër parasysh. Të gjitha këto që po dalin në sipërfaqe janë subkonsciencia jonë e cila duhet shëruar. Kemi një aftësi për ta bërë këtë deri në datën 1 korrik. Por i përsëris, pas datës 1 korrik për shenjën e luan do të kemi tashmë zmadhimin e gjithçka që është aty. Në qoftë se kemi lënë vetëm gjërat që janë të shëndetshme, gjërat që neve na bëjnë të ndihemi mirë, na bëjnë të ndihemi të lumtur, normal që do të zmadhojnë ato, por nëse nuk i kemi spasur ato gjërat negative, do të zmadhojë dhe negativiteti, si rrjedhë mund të zmadhojë edhe probleme në lidhje me shëndetin. Prandaj deri në datën 1 korrik do ju këshilloja që të hiqni në qafe të gjitha këto gjëra problematike. Pas datës 1 korrik, në qoftë se jemi të fokusuar tek gjërat pozitive, rritja në karrierë për shembull, ose rregullimi i marrëdhënieve, krijimi i lidhjeve të shëndetshme, po e them në këtë mënyrë, krijimi i stabiliteti ekonomik, këto do të smodhen dhe më tepër pas asaj date, do të sfidohemi. Domethënë që sistemi, Zoti, universi, quajeni çfarë të doni, mund të na sjellë përpara prova. Mund të na testoj, pra nëse duam apo se duam vërtet diçka në jetën tonë, nëse është apo s'është e shëndetshme, gjatë asaj periudhe nëse qëndrojmë stabil dhe jemi të sigurt për të çfarë do, do t'i këshilloj që të investojmë, vazhdojmë të investojmë dhe më tepër, por nëse është diçka që e vëmre që nuk po funksionon, këshillojmë do të ishte që të mos humbasim kohë, të kalojmë tek gjërat që na japin më tepër prioritet. Sepse është periudhë me shumë fat dhe nuk dëshiroj që ta harxhoni kohë, domethënë duke u fiksuar tek gjëra që nuk kanë rëndësi. Në ato momente mund të kemi pak tendencë që të fiksojmë pak që të bëjmë pak fanatik për të mbrojtur ideologjitë tona, domethënë duke qenë se do të kemi edhe Neptun dhe Saturn të vendosur tek shtëpia e pikërisht këtyre tematikave, pra ideologjive tona. Por shenja e luanit në përgjithësi vitin 2026 ka shumë pozitiv. Por i përsëris deri në datën 1 korrik do t'ju këshilloja që të hiqni nga jeta juaj gjëra që nuk janë funksionale, nuk është negative, është thjesht e keni ju në dorë, domethënë, me që pas asaj do të smodhojmë gjërat pozitive, ato çfarë keni në jetën tuaj. Po ju them diçka, domethënë është në një temë që mua më pyetet vazhdimisht, për shembull, a shkojnë peshqit me kujtun se kë ose me britjar për shembull këtu. Okej, unë jam astrologe spirituale. Për mua e rëndësishme është janë të rëndësishme më të themi, ciklet të cilat na shërbejnë për të arritur të mirën tonë kolektive. Prandaj, nëse shkon apo nuk shkon një shenjë me një tjetër, këto janë tematika të cilat mua vërtet nuk më interesojnë. Për këtë arsye nuk flas ndonjëherë me to. Nuk e se nuk i shërbejnë kolektivit dhe janë tematika shumë bazike, më vjen keq që po e them, po kjo është e vërteta. Nuk kam dëshirë që të mbas kohën me këto lloj temash. Prandaj nëse dëshironi që të merrni informacion në lidhje me këto tema, jeni në vendin e gabuar, do t'ju këshilloj që edhe ju të mos humbisni kohë, edhe mos humbisin dhe kohën time. Ricapën dhe peshorin. Për peshorin si fillim. Atëherë, shenja e peshores e vitit 2026 është shenja që do të kenë ndikime shumë të fuqishme, shumë të çuditshme dhe mbi të gjitha pjesa më e rëndësishme që do të krijojë stabilitetin që i nevojitet. E ka të domosdoshme. Shenja e peshores, ciklin që po kalon në këto moment, shenja e Birgjeshës e ka kaluar. Pra të gjitha problemet që kishin për të dalë në sipërfaqe kanë dalë në sipërfaqe, pak më tepër dhe probleme që mund të ketë pasur në lidhje me subkonsciencën e tyre, marrëdhëniet që kanë me familjarët, marrëdhëniet që kanë me partnerët e tyre, kanë dalë në sipërfaqe. Gjitha problemet që ekzistonin këtu, në mënyrë që ata të riperceptonin veten e tyre. Kalimi i Plutonit që ishte në nëntor të vitit 2024 tek shenja e Ujorit, për shenjën e Peshorës ishte ndikim pozitiv. Në të vërtet, edhe pse në ato momente u ndje në mënyrë negative, sepse ishte krijimi një forme të re të shprehjeve të ndjenjave. Dhe partneritete, sidomos ato sentimentale, në shenjën e Peshorës kanë shumë rëndësi. Prandaj edhe që nga ai moment e deri tani mund të mos kenë gjetur atë balancën e domosdoshme që të krijojnë edhe lidhje të shëndetshme, po edhe për të patur një
jetë më të shëndetshme pra në martesat e tyre, në lidhjet e tyre sentimentale. Ndërkohë që viti 2026 është komplet e kundërta. Duke filluar nga data 18 gusht, do ta kemi shumë herë më të thjeshtë, por edhe deri në atë datë, gradualisht të gjitha problemet që deri në këtë moment na dukeshin si male të mëdha, të larta që nuk i tejkalonin dot, do ta kuptojmë se sa të thjeshtë e kemi që të tejkalojmë. Jemi më të aftë që të perceptojmë se cila është e shëndetshme dhe cila nuk është e shëndetshme në jetën tonë. Sidomos me kalimin e Uranit tek shenja e binjakëve, që do të jetë në datën 26 prill, do të jetë edhe më tepër pozitive si ndikim. Të gjitha kalimet planetare që kemi gjatë këtij viti për shenjën e peshorës në përgjithësi janë pozitive, do të ndihen të tilla. Në qoftë se kemi probleme sepse nuk dimë se ku të ndërtojmë kufin të shëndetshëm, sepse krijon një farë iluzioni Neptuni, duke qenë se Saturn do të vijë pikërisht aty dhe do të na rimësoj, do të na rikujtojë se cilat janë kufit të shëndetshëm, do të kemi dhe aftësinë që të gjitha lidhjet që kryejmë në këtë moment të jenë serioze, të jenë pozitive, të jenë lidhje që na shërbejnë dhe na ndihmojnë që të ndihemi mirë, më të vlerësuar. Ndërkohë që me kalim edhe të Uranit tek shenja e binjakëve, do të kemi një zgjerim të dukshëm të mënyrës se si e perceptojmë jetën, të rrjetit tonë shoqëror, e të tjerë, si rreth shenja e peshorës, vitin 2026 është një nga vitet më produktive që mund të ekzistojnë. Në qoftë se jeni tek shenja e peshorës dhe jeni në pragun e një trajnimi ose dëshironi të studioni më tepër gjuhë, pa rëndësi ka se çfarë është, do ju këshilloja me ngul. Është një periudhë shumë pozitive për ta bërë këtë dhe ju rrit vërtet në mënyrë të dukshme. Dhe mbi të gjitha, ju bën ju që të gjeni pikërisht rrugën që duhet të ndiqni deri në fund të jetës tuaj, për të arritur qëllimin që keni në jetë. Atëherë, shenja e Bëricjapit. Në këtë moment është momenti juaj, është vërtetësina juaj dhe shenja e Bëricjapit vërtet që ishte një nga shenjat e vetme që kur dielli ishte vendosur tek shenja juaj, siç jemi tani domethënë, i kanë në përgjithësi ndikimet pozitive, sepse të gjitha shenjat e tjera gjatë gjithë këtij viti kanë pasur një problem ose një tjetër domethënë, ndërkohë që për ju nuk është as pak ashtu. Dielli tani do fillojë të krijojë një kënd pozitiv edhe me Saturnin që është drejtuesi juaj, do të fillojmë të ndjejmë më tepër javën që vjen, po edhe gjatë së javës do ta ndjejmë në mënyrë të dukshme. Kjo do të thonë që energjia jonë dhe ambienti që na rrethon janë në përputhje me njëri tjetrin. Energjia kalon shumë lehtë, domethënë, arrim që të pak a shumë si tip flladi, i cili na prek në mënyrë pozitive, ndërkohë që për të gjitha shenjat e tjera ka qenë pak fortunë në një mënyrë ose në tjetër. Kemi ndikime shumë pozitive për sa i përket marrëdhënieve familjare. Kemi një komunikim vërtet shumë pozitiv në këtë moment, dhe komunikim është shumë e rëndësishëm. Domethënë, jemi specie sociale, prandaj si edhe komunikimi është shumë e rëndësishëm. Ky komunikim do ta bëjë shenjën e Bëricjapit që të ketë një sukses shumë të madh që gjithë viti 2026, por hapat e parë duhet t'i hidhni pikërisht tani. Në qoftë se keni diçka që dëshironi, domethënë ta bëni, më mirë të themi, e përtan të ditur, është momenti i duhur. Kemi një mënyrë shumë efikase për ta përdorur komunikimin. Pas datës 14 shkurt është pak a shumë fillimi i vërtet i vitit për ju, duke qenë se atëherë Saturn do të kalojë tek shenja e Dashit. Kalimi i Saturn tek shenja e Dashit është shumë pozitiv. Këtë vit, të paktën, do të jetë shumë pozitiv. Më përpara mund të kemi pasur një sfidë ose një tjetër, por gjatë kësaj periudhe, ose më them gjatë vitit, është shumë e rëndësishëm. Kemi fuqizimin e dukshëm të marrëdhënieve familjare, krijimin e stabilitetit ekonomik, aty ku ka qenë pak a shumë moçalishte, që nuk dinim se ku t'i jepnim hapin, tashmë e kemi tharë dhe kemi aftësi që të ndërtojmë shtëpinë ashtu siç duhet. Viti 2027 mund të jetë pak më i vështirë, pra Saturni atëherë do të fillojë që të kenë ndikime më negative, sepse nuk do të ketë njëjtat kënde pozitive që do të ketë gjatë këtij viti, prandaj edhe vitin 2026 do të këshilloja me ngurëm që ta përdorni në maksimum. Ku mund ta përdorni për të kryer stabilitet ekonomik. Pra si edhe problemet që keni në lidhje me shtëpinë, banesën, familjen, këtë vit mund t'i zgjidhni. Është shumë pozitiv. Problemi që mund të keni me partnerin tuaj, martesa, është shumë e rëndësishme. Edhe këto mund t'i zgjidhni. Madje në qoftë se keni pasur
dëshirë që të krijoni një lidhje, pra të martoheni, të krijoni familje dhe nuk keni ditur ose nuk keni pasur mundësitë se si ta bëni, viti 2026 është viti i zgjidhjeve të këtyre problemeve. Do këshillojmë ngurim që ta përdorni. Mjafton që të kufijnë të shëndetshëm që dini t'i vini dhe të fokusimi tek gjërat që kanë rëndësi, ta vini në jetë gjatë këtij viti. E keni më të thjesht për ta bërë, e rëndësishme është të mos vini pak pre e egos tuaj, në kuptimin që të mos merrni zjarr në disa momente dhe të veproni thjesht sepse ashtu dëshironi të veproni, po e them thjesht në thonjsa, edhe pse jeni persona më të kontrolluar se sa të gjithë shenjat e tjera të zodiakut. Gjithsesi, edhe për ju mund të kemi pak tendencën që të bini pak në melankoli në moment që gjithçka nuk është ashtu siç ju e keni planifikuar. Kjo është diçka që duhet të qëndrojmë larg, më tepër afër optimizmit, sepse kemi të aftësi për të kryer diçka vërtet që të shëndosh, që i reziston kohës, pra. Periudha më pozitive për ju është pas datës 14 shkurt deri në datën 30 qershor në lidhje me tematikat sentimentale, krijimin e stabilitetit ekonomik brenda shtëpisë dhe krijimin e partneriteteve, ndërkohë që pas datës 30 qershor, pra duke filluar nga një korrikoj tutje, tashmë do të kemi fokusimin tek të ardhurat materiale, në përgjithësi do të jenë në lidhje me bashkëpunimet ose trashëgimit, por nuk do më thënë se është negative, thjesht do më thënë që deri në atë pikë duhet të përzitni mirë se cilat janë personat me të cilët duhet të bashkëpunoni. Kaq. Okej. Shenja e Shigjettarit. Okej. Deri në datën 18 gusht është një periudhë, do të vazhdojmë të themi që të jetë një periudhë shumë e rëndësishme për shenjën e Shigjettarit. Pikat ku mund të kemi probleme, ku mund të vazhdojmë që të kemi probleme, në mënyrë që ne të perceptojmë vërtet mirë nëse është apo s'është rruga që duhet të ndjekim, është karriera. Këtu do të kemi ndikime të shumta, mund të kemi probleme me prorët, mund të kemi probleme me vendin tonë të punës, rrjedhimisht mund të kemi probleme edhe me kolegët tanë. Por gjithsesi përsëris këtë thjesht në mënyrë që ne të kuptojmë nëse është apo s'është kjo rruga që duhet të ndjekim, pra nëse është apo s'është kjo karriera, ose në disa raste dhe vendi punës që është i përshtatshëm për ne. Pika ku do të kemi ndryshime shumë të mëdha pozitive, edhe pse në momentin e parë mund mos i perceptojmë ashtu, sepse mund të perceptojmë si kërcënime ndaj asaj që po jetojmë ose që duam të jetojmë, është familja. Stabiliteti ekonomik brenda familjes dhe marrëdhëniet familjare. Këtu, gjatë gjithë vitit 2025 mund të kemi pasur probleme në lidhje me shëndetin e këtyre personave, ose mund të kemi pasur edhe probleme për të ndjerë të sigurt në shtëpinë tonë, për ta ndjerë si shtëpi, si home, që është në anglisht. Kemi ndryshime në lidhje me këto tematika deri në datën 18 gusht. Pas datës 18 gusht, fokusimi do të jetë komplet diku tjetër. Do të kemi tashmë një fat shumë herë më të madh. Arsyeja që do të kemi një fat shumë herë më të madh është se 1. Drejtuesi i shenjës së Shigjettarit do të ketë kaluar tashmë tek shenja e Luanit. Shenja e Luanit është një tjetër shenjë zjarri dhe pak më tepër në datën 18 gusht do të jetë i vendosur dhe tek një yll fiks i cili sjell vërtet na jep ndihmë shumë të madhe, marrë një ndihmë shumë të madhe si nga sistemi si nga ambienti që na rrethon. Sidomos në qoftë se është e merituar, pra kemi punuar deri në ato momente, është shumë e rëndësishme, do na shpërblehet me shumicë. Pika ku do të këshilloj që të punonit do të jenë mbyllje e cikleve karmike me të gjithë personat ose të gjitha situatat që keni në jetën tuaj. Është e vlefshme për përsëris deri në datën 18 gusht. Pas asaj datë do kemi shumë më të thjeshtë, sepse do të vinë gjërat pak a shumë vetvetiu, do të kemi shumë më tepër fat, do të mund të udhëtojmë më tepër. Më tepër udhëtime për shenjën e Shigjettarit, pjesën e dytë të vitit do të jenë brenda shtetit dhe do të kemi edhe riperceptimin komplet të vetes së tyre, krijimin e një identiteti të ri. Kjo ka filluar të ndihet gjatë vitit 2025, jemi aposimin në ndjenjë të kësaj, por viti 2026 është momenti kur atë çfarë kemi bërë do të arrijmë që ta shikojmë, ta vëzhgojmë mirë dhe si rrjedhoj të marrim edhe përfitimet e punës që kemi bërë. Viti 2026 për shenjën e Shigjettarit është shumë pozitiv, është vërtet shumë pozitiv, mund të duket pak i lodhshëm në disa momente, mund të thotë edhe martesa për ju, prandaj dhe ose lidhje të cilat janë shumë të rëndësishme në jetën tuaj, fillimi i lidhjeve të tyre. Është pozitiv në përgjithësi, është vërtet shumë pozitiv. Për ju domethënë, nuk mund të them për gjithë të tjerët, por gjithsesi nëse rikthehemi viti 2026, në përgjithësi për shenjën e Shigjettarit domethënë viti i rritjeve, viti i krijimit të lidhjeve të shëndetshme
mund të kemi martesa, krimin e familjes, e të tjerë, është shumë e rëndësishme për këtë arsye. Deri në 18 gusht do i këshilloj ta përdorni në këtë aspekt, ndërkohë që pas datës 18 gusht pak a shumë gjatë do t'ju vinë vetbetio, do e keni shumë më të thjeshtë të kuptoni dhe se cilat janë gjërat që duhet të zhvilloni pra. A është 100% e vërtet? Jo, nuk është 100% e vërtet. Si mund të jenë 100% e vërtet? Okej, astrologjia, domethënë puna që bëj unë është bën analizën e një harte të caktuar të një momenti të caktuar. Kjo është në bazë të njohurive që unë kam marrë, duke qenë se kam studiuar për astrologji, e di se çfarë kuptimi ka një vendosje të caktuar planetare dhe çfarë ndikimi ka në qoftë se ka një takim të caktuar për një kënd të caktuar me një planet tjetër, e të tjerë. Por të gjitha këto, sido që të jetë puna, janë të varur në interpretimin tim. Pra unë pak a shumë bëj përkthimin asaj çfarë shikoj në ato moment, bëj analizën dhe përkthimin e saj. Në mënyrë që të jetë 100% e saktë, duhet të jem unë 100% e saktë, por mos harrojmë që është edhe elementi njerëzor, është edhe elementi kapacitetit të përpunimit të gjitha atyre informacionet, sepse astrologjia na jep një informacione të shumta, është shumë e gjerë ai diapazoni. Dhe si rrjedhoj, unë detyrimisht kaloj në një filtr, domethënë që unë i perceptoj të rëndësishme. Ka shumë astrologë të tjerë që mund të perceptojnë gjëra të tjera të rëndësishme, si rrjedhoj bëjnë analiza të tjera. Në mënyrë që të jetë 100% e saktë, do të arrijmë edhe në atë pikë, do të arrijmë në momentin kur këto analiza të mund të bëhen nëpërmjet AI-t ose kompjuterave, që ti marrin të gjitha informacionet që ekzistojnë dhe ti kalojnë, domethënë të bëjnë përpunimin e duhur, analizën e duhur dhe të mund të nxjerrin ato 100% e sakta. Po kemi kohë deri në atë moment, do duroni pak më mua. Po, do të thoj diçka për demin. Deri në datën 19 qershor, do të Shironi, që është plaga jonë e përjetshme, do të jetë tek shenja e Dashit. Duke qenë se shenja e Dashit ka vite që është me këtë lloj energjie, është mësuar tashmë. Por pas datës 19 qershor do të filloj, do të kaloj tek shenja juaj. Kur Shironi kalon tek një shenjë, ka vetin që të krijoj vërtet shumë probleme, sidomos në lidhje me shëndetin ton fizik. Si rrjedhoj? Të gjithë këta gjërat që i keni më delikate, varet nga individi. Në përgjithësi shenja e Demit, ato çfarë ka më delikate është pjesa e fytit, që domethënë keni tiroidet, mund të keni diabetin dhe mund të keni edhe probleme në lidhje me peshë. Këto janë probleme që në përgjithësi ka shenja e Demit. Deri në atë pikë, pra deri në datën 19 qershor, do t'ju këshilloj që të paktën probleme që keni në lidhje me shëndetin fizik ti merrni parasysh dhe të filloni t'i kuroni, t'i merrni më seriozisht. Këtu do të thotë edhe personat që kanë lindur në këtë shenjë, edhe ata që kanë ascendentin, madje edhe ata që kanë hënën të vendosur këtu. Kemi Shironi. Tema e tij kryesore është që ne përballemi me sfida në mënyrë që të bëhemi ekspert në një fushë të caktuar dhe si rrjedhor fal kësaj të mund të shirojmë edhe ambientin që na rrethon. Është undit healer, pra shëruesi i plagosur. Prandaj dhe ajo çfarë bën Shironi është që përballet vazhdimisht me sëmundje, me probleme, në mënyrë që të bëhet ekspert në lidhje me këto tema dhe të di se si të shirojë edhe ambientin që rrethon. Në momentin që Shiron do të kaloj tek shenja juaj, mund të ndjeni probleme të tilla. Kjo nuk do të thonë thjesht probleme në shëndetin fizik, do të thotë edhe probleme në çdo aspekt të jetës, mund të thotë probleme në lidhje me çështje sentimentale, mund të thotë probleme në lidhje me familjen, probleme në materie, që do thotë mund të keni harxime të shumta, prishje të shtëpisë, në disa gjëra në banesë, e të tjerë të pak rëndësi. Ka rëndësishme është që preken të gjitha temat. Kjo është ajo që duhet të fokusohemi. Si rrjedhoj? Duhet të jemi më elastik. Çdo gjë që po mundohet që të ose më them që po prishet në këto momente, do të thotë që është diçka që duhet do më tepër vëmendje, si rrjedhoj, duhet të fokusojmë tek ajo dhe ta zgjidhim, të marrim gjërat një nga një po tash. Matrix zimi po. Më pëlqeu shumë emri. Një nga hashtag të mia që edhe vazhdimisht domethënë exit the Matrix, më pëlqeu shumë për këtë arsye. Po bëj edhe lexime personale. Bëj analizën e hartës domethënë detyrimisht. Por mund të më kontaktoni nga numri WhatsApp-it, e keni te profilim.
Shumë faleminderit edhe juve. Dhe shumë faleminderit vërtet që më vlerësoni, që më ndiqni, sepse kjo më jep edhe mundësinë që dhe unë mund të shprehem. Jeni ju, prandaj jam edhe unë. Është që kam vërtet kjo si shprehje. Përshëndet dashët, po kemi folur. Përshëndet dashët, kemi folur shumë. Kemi folur që në fillim, domethënë. Gjithsesi, atë çfarë paralajmërimi që bëra në këto momente tek shenjat demi, do e këshilloja që edhe juve ta merrni parasysh. Pra deri në datën 19 qershor jeni shumë të kujdesshëm në lidhje me shëndetin fizik. E di që jeni të mësuar tashmë, por është edhe ky si problem që do të vazhdojmë që të kemi kënde negative të njëjtët Chiron, që është i vendosur tek ju në këto momente me Jupiterin dhe kjo zmadhon edhe më tepër problemet. Mund të jeni pak më të hapur ndaj edhe incidenteve, aksidenteve të cilat ndikojnë në mënyrë të dukshme edhe shëndetin tuaj fizik. Okej, shenja e dashit është shenja më e favorizuar e vitit arshëm, më pas kam folur, po gjithsesi po pas kam qejf që të flas. Është vërtet shumë e favorizuar, ka ndikime shumë të mëdha pozitive. Duke filluar periudha ku do i këshilloj që të jeni shumë të kujdesshëm, një në radhë të parë, është nga data 26 janar deri në datën 14 shkurt. Midis këtyre datave mund të keni vërtet shumë probleme. Pjesa më e rëndësishme që mund të keni probleme është se jeni pak të mjegulluar, nuk dini se si të veproni. Duke qenë se do të keni Neptun të vendosur tek ju dhe mund të merrni pak zjarr kot dhe në disa momente kot pra, kjo është arsye që gjatë këtyre datave do të këshilloj që të jeni shumë të kujdesshëm. Me kalimin e Saturnit tek shenja juaj që është në datën 14 shkurt, gjithçka do të jetë shumë më pozitive. Në përgjithësi thuhet që Saturni është planet negativ, ngushton gjithçka e të tjerë, dhe është e vërtet, nuk mund ta mohoj, por gjatë këtij viti është shumë pozitiv për ju. Pra viti 2000, po s'kam folur vërtet, viti 2026 do të këshilloj vërtet që ta përdorni, sepse viti 2026 i njëjti Saturn do të krijojë stabilitet. Do të dini se ku të qëndron. Edhe nëse do të keni inertësim për të ecur përpara shumë shpejt, Saturni do të ndalojë. Dhe ky nuk është diçka negative, në këtë rast është diçka shumë pozitive. Por deri në datën 14 këtë duhet ta bëni vetë ju. Pra, nuk duhet të ecni thjesht për inerci sepse keni marrë gaz, domethënë, duhet jeni më të qetë dhe duhet të përdorni më mirë atë mësimet që keni marrë deri në këto momente. Pas datës 14 shkurt, do ta keni shumë më të thjesht përsëri sepse Saturni do t'ju drejtojë pak a shumë aty ku duhet të jeni dhe do të krijojë disa kufi. Do t'ju pengojë. Pra, këto pengesa janë pozitive për përsërisë. Momenti më pozitiv për shenjën e dashit do të jetë kalimi i Jupiterit tek shenja e Luanit, që është në datën 30 qershor. Deri në datën 30 qershor fokusimi kryesor do të jetë familja, do të jetë karriera në përgjithësi, nëse jeni apo jeni të sigurt, nëse do të vazhdoni aty. Dhe të gjitha këto mund të shprehen si probleme brenda banesës shtëpisë dhe vendit ku jetojmë. Pra, në qoftë se nuk jemi të sigurt për karrierën që ne duam të vazhdojmë edhe në të ardhmen, mund të kemi konflikte të mëdha me familjarët tanë, ose mund të kemi konflikte në ambientin që na rrethon. Si rrjedhoj. Në qoftë se vini re gjëra të tilla, në vend që të fokusohen tek personi që po nxjerr këtë problem, fokusohen që a është apo s'është ky vërtet vendi ku unë dua të jetoj, një e parë punës dhe e dytë punës a është apo s'është ky vërtet karriera që unë duhet të vazhdoj. Prandaj dhe, nëse bëni këtë, keni mundësi që të zgjidhni rrugën që duhet të ecni në vazhdim. Viti 2026 për shenjën e dashit është vit shumë pozitiv. Dhe vërtet që do të dëshiroja, unë personalisht të isha shenjë e dashit, sepse është një nga shenjat që do të bëhet pak a shumë lider. Periudha që kemi pasur tani, kemi pasur një Saturn dhe një Neptun të vendosur tek shenja e peshqve, që do thotë në subkonsciencën tuaj, jemi përballur me të gjitha frikrat, fobit, armiqësitë që mund të përballeshim që gjithë kësaj periudhe dhe kemi dalë gjallë. Në këto momente vazhdojmë që të kemi edhe Chironin të vendosur tek ju. Pra plagët vazhdojnë që të jenë të hapura, si thua, të rridhin akoma gjak, domethënë, por kjo nuk do të thënë se është diçka që ju duhet të demoralizojë, përkundër, domethënë që jeni vërtet fitimtar që keni arritur që t'i bëni ballë të gjitha këtyre problemeve. Dhe si rrjedhoj, duke filluar nga data 14 shkurt, tashmë do të jeni pak a shumë lider për këtë arsye, sepse i keni kaluar të gjitha sfidat që ju ka dhënë përpara jeta, do të bëni lider me shembull.
dini se si të veproni, dini se çfarë masat të merrni e të tjerë. Por deri në datën 14 shkurt, përsëris duhet të jeni vërtet shumë të logjikshëm. Për shenjën e dashit vërtet domethënë që mund të keni edhe krimin e familjes, mund të martoheni, bëni me shtëpi. Këtu kur flas për shtëpi vërtet që nuk do më thënë thjesht do blini patjetër shtëpi, sepse di që në këtë ekonomisht pak e vështirë, por do më thënë që mund të ndërtoni atë vendin ku e ndjeni si shtëpi. Dhe mbi të gjitha do ju këshilloja që të blini tokë nëse keni mundësi. Në vend të banesës, banesë, do të këshilloj që të blini tokë. Dhe tani do them diçka që është shumë e rëndësishme për të gjithë ne. Për të gjithë personat që kanë lindur ose jetojnë pak rëndësi ka brenda Shqipërisë, këtu nuk bëhet fjalë për Kosovën, bëhet fjalë vetëm për Shqipërinë, do ju këshilloj që të jemi shumë të kujdesshëm nga fundi i majit, duke filluar që nga data 22 maj deri në datën 19 qershor, sepse në atë datë Shironi do të jetë i vendosur mbi hënën e Shqipërisë. Hëna do me thënë populli, ne, si njerëz, si rreth mund të kemi probleme të rëndësishme, dëme të rëndësishme, kjo mund të thotë që mund të kemi edhe plagosje, të gjitha këto ndryshimet që po ndodhin në këto momente të udhëheqjes apo demonstratat e tjerë mund të zmadhojnë edhe më tepër drejt asaj date dhe si rrethojnë ne vetë si individ mund të prekemi ose më themi si shoqëri. Për këtë arsye, do t'i këshilloj që gjatë atyre datave të jemi më të vëmendshëm, të mos marrim pjesë në gjëra që nuk jemi të sigurt, mundësisht të mos bëjmë prej manipulimeve. Sado që t'i njohim njerëzit, do t'i këshilloj që t'jemi pak më të tërhequr dhe të vendosim për veten tonë. Pra të mos jemi pjesë e kopes, kjo ka shumë rëndësi në ato momente, duke qenë se hëna jonë është e vendosur tek shenja e dashit, ne kemi pak më tepër atë frymë që bjem shumë shpejt prej e manipulimit, sidomos ato që kanë të bëjnë me një ideologji të caktuar. Kjo është edhe një nga arsyet, më mirë të themi, që shqiptarët edhe politikën e shikojnë si sport, e bën tifozlik. Kjo është një nga arsyet më të rëndësishme, prandaj edhe në ato pika do të këshilloj që të jemi pak më të vetëdijshëm dhe të veprojmë në mënyrë të logjikshme, vetë si individ. Jo si pjesë e kopes, pra. Ka shumë rëndësishme në mënyrë që të mos dëmtohemi. Do të flasim për retrogradet e Mërkurit. Këto faktikisht të lidhja që bëra, kam bërë një lidhje në datën 14 dhjetor, ku fola në lidhje me vitin, pra me 2006, ishte pak e përzidhur. Morën pjesë vetëm individ të cilët kishin interes të caktuar në lidhje me asociacion, pak rëndësi ka, po kthehemi këtu. Gjithsesi kemi standarde në të vërtet, kemi 3 retrograde të Mërkurit që të viti, gjithmonë kështu ndodh, nuk është diçka e re. Ajo çfarë është ndryshe nga vitet e tjera është se gjatë këtij viti Mërkuri do të jetë në retrograd tek 3 shenjat e ujit. Si rrjedhoj, kjo është problematike. Mërkuri është drejtuesi i shenjës pinjakëve dhe ajo e virgjëreshës. Të dyja këto janë shenja shumë të logjikshme. Si rrjedhoj, kur është në retrograd tek shenja uji që janë sentimentale, ka gjithmonë probleme. Kemi probleme të rëndësishme edhe gjatë retrogradës, që do të jetë në shkurt, se do të jetë tek shenja e peshëve. Gjatë kësaj periudhe mund të jemi shumë më të hapur ndaj manipulimit si kolektiv, si popullat. Nuk është e vlefshme vetëm në Shqipëri, në të gjithë botën, prandaj edhe në këto momente, për shembull, po dalin shumë në sipërfaqe situata shumë të zmadhuara. Është pak a shumë si tym, domethënë që na pengon që të shikojmë realitetin ashtu siç është. Kjo do të jetë aktive gjatë gjithë asaj periudhës. Retrograda e Mërkurit do të jetë nga data 26 shkurt deri në datën 20 mars. Është një periudhë pak a shumë një mujore, domethënë pavarësisht. Si rrjedhoj gjatë asaj periudhe, të gjitha këto probleme që po shikojmë tani do të dalin edhe më tepër në sipërfaqe dhe nuk mund të dimë se ku qëndrojnë. Fati i madh në ato momente, ose më thënë vetëm gjë që mund të jetë pozitive në ato momente është se Saturn do të jetë i vendosur tek shenja e dashit. Kjo na bën ne pak më tepër kokfort. Dhe si rrjedhoj mund të bien pak pre e manipulimit që do të ndodhin në ato momente. Ajo çfarë thash në lidhje me Shqipërinë, që do të jemi më tepër të vetëdijshëm, të mos blemi pre kopes ose ideologjive të kopes, është e vlefshme edhe gjatë kësaj periudhe. Pra nga data 26 shkurt deri në datën 20 mars. Është shumë e rëndësishme në ato momente që të jemi të vetëdijshëm.
Jo çdo gjë që dëgjojmë, bile me shumë mundësi, gjitha gjërat që dëgjojmë në ato momente mund të jenë të rrema. Prandaj dhe duhet të jemi shumë të kujdesshëm. Të gjithë, nuk ka rëndësi nga shenja, po e përsëris. Kur Mërkuri është në retrograd tek shenja e peshqve, shkakton vërtet shumë probleme, sepse nuk e përdormë logjikën ashtu siç duhet. Është një nga shenjat më problematike kur Mërkuri ndodhet aty. Ndërkohë që ajo që do të jetë edhe më problematike për ne si shqiptar është periudha kur Mërkuri jetë në retrograd tek shenja e Gëforës. Kjo do të jetë nga data 29 qershor deri në datën 23 korik. Atëherë, gjatë këtyre datave është problematike sepse do të jetë fiks në retrograd mbi Marsin dhe Saturnin tonë. Si rrjedhoj, kemi probleme në mënyrën se si përhapet informacioni, kemi probleme brenda familjeve dhe me udhëheqjen gjatë asaj periudhe. Është një nga janë datat të cilat duhet jemi vërtet shumë të kujdesshëm. Gjatë retrogradës së Mërkurit asnjëherë nuk duhet të bëjmë marrëveshje, por gjatë atyre datave duhet jemi edhe më të kujdesshëm. Pra gjatë periudhës së korikut, retrogradës së korikut, duhet jemi shumë herë më të kujdesshëm. Shitje, blerje shtëpish, pronash, po ashtu edhe pasurish, çfarë do lloj pasurish të jetë, edhe në lidhje me shitjen e floririt, argjendit, duhet jemi shumë të vëmendshëm. Gjatë atyre datave mund të kemi manipulime të shumta, prandaj do t'ju këshilloj që nëse kemi për të bërë para asaj date ose pas asaj date. Ndërkohë që retrograda tjetër është në muajin dhjetor, muajin tetor, kërkojnë do të fillojnë në datën 28 tetor dhe do të vazhdojë deri në datën 13 nëntor. Kjo do të jetë retrograd tek shenja e Akrepit. Nuk mund të them që është pozitive dhe kjo sepse thash, kur është një retrograd tek shenjat e ujit, retrograd e Mërkurit tek shenjat e ujit është gjithmonë problematike, po është më pak problematike e gjithë këtyre të tjerave. Gjithsesi, mund të kemi edhe ndryshime, lëvizje ushtarake gjatë asaj periudhe. Mund të kemi një rritje shumë të madhe në agresion. Dhe kjo është problemi, domethënë që shkakton Mërkuri kur është në retrograd tek shenja e Akrepit. Por nga ana tjetër kemi edhe një fuqizim të mënyrës përdorimit të intelektit tonë dhe lidhjes që kemi me ndjenjat. Pra, në këtë midis këtyre të dyja krijohet një farë ure e re. Nuk është vetëm negativ, pra mund të kemi edhe këtë ndikimin pozitiv. Gjithsesi, do të flasim kur të vi koha, por duhet të bëja disa paralajmërime që tani, në mënyrë që ta dini se cilat janë periudhat më problematike të vitit. Këto duken më problematike sepse Mërkuri këtë vit mund të shkaktojë më tepër probleme se sa zakonisht. Detyrimisht shenja që do të jenë më të prekur janë shenjat ku do të kemi retrogradat, por përveç këtyre edhe shenja binjakëve do të ndikohet në mënyrë të dukshme, pse sepse është drejtuar nga shenja e është drejtuar nga Mërkuri. Periudha ku mund të jetë më problematike për shenjën e binjakëve do të jetë gjatë shkurtit, sepse do të jetë në retrograd në kënd negativ me ta, ndërkohë që periudha që mund të kemë më të probleme në lidhje me shëndetin është periudha e nëntorit, pra tetor-nëntor. Duke qenë se nuk fola në lidhje me shërbimet e mia sot, po i them tani në fund. Unë bëj 2 lidhje të drejtë për drejta çdo javë, është ditën e hënë dhe të premte, në orën 19 në përgjithësi. Sot preferova që ta bëja pak më herët, duke qenë se doja që ta vija më herët, videon që po bëj tani. Dhe ditën e premte bëj parashikimet javore, ndërkohë që ditën e hënë bëj ose me pyetje përgjigje ose me ciklin e hënës. Këtë javë kishim pyetje përgjigje, pak a shumë fola për 2026-ën, më mirë të themi. Ndërkohë që java e ardhshme do të jetë në lidhje me ciklin e hënës, do të jetë për hënën e re tek shenja e Bricapit. Tjetër, përveç këtyre kam edhe parashikime ditore, janë të shkurtra. Vendosa që t'i bëj vetëm ditët që shikoj që janë shumë më të rëndësishme, që kemi një ndikim të rëndësishëm. Për shembull, për nesër do ta keni gati, se do të kemi hënën në zbrezët ti. Gjithsesi, do të mundohem që sa herë që kam mundësi që t'i bëj. Është e shkurtër, afërsisht 1 minutë. Kam shkurtuar goxha, domethënë mund t'i dëgjoni. Të këshilloj vërtet që të merrni parasysh periudhën që hëna është në zbrezti, sepse të gjithë kemi probleme gjatë asaj periudhe. Ndërkohë që kam edhe paraqitjet e mia në televizione, ditët e hëna kam te Audio CNN, siç ishte edhe sot, është në orën 9 të mëngjesit, dhe bëj parashikimin javor, dhe ditëve
të premte, jam tek Top Channel në programin Në shtëpinë tonë, aty flas përsëri bëj parashikimin javor, por bëj me një koncept ndryshe sepse flas një herë si fillim se si mund ta përdorim fundjavën, në mënyrë që javën në vazhdim të jemi më produktiv. Është zgjedhja juaj se ku mund të dëgjoni. Siç e thash, e kam edhe kanalin në YouTube. Të gjitha këto mundohem që të them detaje të cilat janë pak ndryshe nga njëra tjetra në mënyrë që të mos mërziteni dhe mbi të gjitha të kemi edhe mundësi që të shpërndarmë më tepër informacion. Këto janë të gjitha shërbimet që janë pa pagesë, pra janë për ju, për publikun, ndërkohë që shërbimet të cilat janë specifike, personale dhe janë me pagesë janë konsultat, të cilat mund të prenotoni nëpërmjet numrit tim të WhatsApp-it. Më shkruani sepse në momentin që merrni telefon bëhet automatikisht blok. Është zgjedhja juaj. Gjithsesi, nëse doni që të merrni konsult, do ju këshilloj që të shkruani. Këto analiza përfshin ose më them këto konsulta përfshin analizën e hartës për të gjithë ata që nuk e din orën e saktë të lindjes. Mund të gjejmë orën e saktë të lindjes, si rrjedhur ascendentin. Mund të bëjmë analizën e lidhjes tuaj, qoftë personale, qoftë profesionale, pra në anën ekonomike, ose çfarë do lloj marrëdhënie, pra pak rëndësi ka vëlla, motër, me familjarët, e të tjerë shoqërore. Ndërkohë që përveç këtyre mund të bëjmë edhe parashikim për të ardhmen, sepse shumica e njerëzve këtë kërkojnë. Shumë faleminderit edhe një herë që morët pjesë. Për të gjithë ata që nuk mundën që ta ndiqni, do ta keni te kanali im YouTube-it. Unë nuk i fshi ndonjëherë videot, mund t'i riktheni sa herë që doni, kur të doni mund ta shikoni. Do ju këshilloja që të rishikonit, të gjithë ju që jeni tek shenja Demi sidomos, do ju këshilloj që të rishikonit edhe një videon që kam bërë në lidhje me uranin, kur është i vendosur tek shenja Demit. Duke që se do të jetë deri në datë 26 prill, kam folur me detaje se si do të ndikojnë të gjitha shenjat nga kjo vendosje. Por sidomos ata që janë tek shenja Demit, duke qenë se do të jetë i vendosur aty, do të ndikojnë pak më tepër. E keni datët te kanali im YouTube-it. Kam bërë shumë video. Përveç parashikimeve periodike, do t'ju këshilloj që të dëgjoni dhe kalimet planetare, sepse edhe ato na ndikojnë. Okej. Bolle zjata. Do të shihemi përsëri ditën e premte, pra do të jetë në orën 19 me shumë mundësi, nëse bëj pak përpara ose pak më mbrapa do të lajmëroj. Okej. Pafshim pra, dhe shumë faleminderit edhe një herë që morët pjesë. Shihemi përsëri të premte. Pafshim.